Nga fshati i thellë por i bukur i Dom Gjonit në Mirdit, vjen historia frymëzuese një të riu që po tregon se investimi për komunitetin nuk ka moshë. Daniel Dheshi, vetëm 19 vjeç, nuk e ka ndaluar dëshirën për të punuar, si dhe për të dhuruar vlerë për banorët e zonës. 19 vjeçari është një tregues i vlerave të rinjve dhe konsiderohet i vetmi nga bashkëmoshatarët që ka menduar të investojë për familjen dhe fshatin e tij në zonën e Fanit në Mirdit. Danieli studion në një nga universitetet e Gjermanisë dhe është një nxënës i përkushtuar që nuk nguron të ndjek dhe degë të tjera për të zgjeruar dijet e tij. Zgjedhja e degës së inxhinierisë së ndërtimit i shkon traditës familjare, pasi familja dhe të afërmit e tij janë të angazhuar prej vitesh në ndërtim dhe përpunim të gurit. Por vizioni i Danielit shkon më tej. Ai synon të sjellë investime që përmirësojnë mirëqenien e banorëve, si dhe zhvillimin e turizmit, duke e bërë zonën më të rrejqëse për turistët vendas dhe ata të huaj. Mirditërët e kemi gjak me dhuru, e kemi në gjak, si me thanë, edhe jemi të shqujtur për bamirësi edhe për mikpritje, edhe thash, pse jo, nga gjitha zonat, nuk është të thanë vetëm nga Mirdita, të vinë nga Durrësi, nga Lesha, nuk është problem, kush ka mundësi të vi, ama unë kam vendos që çdo njeriu të jap maksimumi 25-30 për të shmangur abuzimin e tregtarëve. Një nga nismat më të bukura të tij është dhurimi falas i rreth 800 fidanëve të ndryshëm dru frutor, edhe pse ka pasur 10 kërkesa nga zona të tjera të vendit, Danieli ka përshëndruar përpjekjet e tij tek fshati i tij. Ne kemi pas mbi 350 telefonata që vazhdojnë akoma edhe sot. Shumicës ju kam kthyer, ju jam përgjigjur, ama ka edhe disa që nuk kam arritur dhe t'ju përgjigjem sepse ishin me vërtet shumë. Familja ka përgatitur gjithçka për mbjedhjen dhe Danieli është i gatshëm të shpërndajë fidanët për banorët e zonës, duke sjellë një mesazh të qartë: investimi në natyrë është investim në komunitet. Tona mbi 500 pemë kemi mbjellë me gjashtin tim dhe i kemi ndru. Edhe kopshti ishte plot ende me pemë. Edhe thash, pse mos t'ia dhuroj një njeriu ato të pruan. Po thash, pse mos t'ia dhuroj një njeriu që ka nevojë për t'i pas, afërsisht 800, mos edhe më shumë, duke llogaritur edhe filizat që dalin tek lajthiat, janë me vërtet shumë. Kryesisht lajthia dhe kumbulla. Por ka edhe qeshia, ka arra, domethënë ne do më gjën bën gjitha llojet, ama çfarë po se dojon, çfarë kam unë janë këto. Mbjell për shembull 10 kumbulla, e sheh që ato rriten, e sheh që ato përdhojnë, pastaj lind dëshira për të mbjellur edhe më shumë, edhe për ta përcjellë si mesazh, mbjellni pemë sepse pemt janë si më thënë e ardhme për brezat që vinë, për shembull për fëmijët, për nipërit, sepse ka pemë që jetojnë deri në 100 vjet. Ata që marrin këtë fidana, i këshilloj ata që kanë lajthia, që marrin lajthia, për shembull edhe sikur edhe 10 lajthia. Ato rrinë për 2-3 vite. Edhe nga 10 lajthia bën 120, 150, sepse lajthia qesin filizat e rënjët, edhe shumojnë shumë. Mbjellni sa më shumë pemë, kryesisht pemë frutore, që të mund të marrim diçka prej tyre. Në një kohë kur shumë të rinj largohen, Danieli është shembull i rrallë i frymës së re që ruan traditën dhe mendon për të ardhmen e komunitetit të tij. Historia e Daniel Dheshit nuk është vetëm për pemët që do të mbillen, por për vlerat, përgjegjësinë dhe dashurinë e tij për komunitetin që çdo i ri mund t'i jap fshatit të tij.